Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili u ndalua para pak ditësh në Sloveni në bazë të një urdhër arresti serb të vitit 2006, është shprehur në Kuvendin e Kosovës kundër themelimit të gjykatës speciale. Në seancën e posaçme të kuvendit për temën në fjalë, Haradinaj tha se gjykata përbën një monstrum ligjor që i ofrohet vetëm Kosovës. Na jemi me shërtu të gjitha dyshimet. Na nuk kem kundër hetimeve që kanë ndodhur e që mund ndodhin tarme në dojme i ballafaqu krejt ata që i kanë kry, çka do që i kanë kry, kundër kujdo qoftë, pa marrë parasysh për kacinet nike. Por nuk muj me vazhdu me qenë monstrum. Duhet me ndonë Kosovë me ligjet Kosovës. Qeveria e Kosovës ishte dashur sot me ndalë të amandamente, me i marrë prapa. Me bo një ofertë për bashkinë ndërkombëtare, me thonë urdhëroni, do ta bojmë Kosovë gjykatën, do me bo vetë, edhe ne ekspert na prushi, s'kem gjë kundër. Me shërtue të gjitha krimet të supozume, Aleanca nuk e voton këtë gjykat, ju bën thirrje deputetëve, mos e votoni, pra nuk duhet me votu këtë gjykat. Nga ana tjetër, Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është shprehur pro themelimit të gjykatës speciale. Ai ka ftuar deputetët e kuvendit që të votojnë ndryshimin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Mustafa ka thënë se gjykata do të gjykojë individët dhe jo luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Edhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi u shpreh pro themelimit të gjykatës. Ai tha se Kosova është para dy mundësive, që të themelojë vetë këtë gjykatë me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të përmbyll një herë për gjithmonë këto pretendime për një periudhë kohore prej 5 vitesh, ose në të kundërt, ekziston mundësia e dytë që kjo çështje të shkojë në Këshill të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.